Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua pak të ndaloj tek rasti i shumë përfolur, tek rasti i shumë komentuar i Bleona Matës. Unë e kam thënë gjithmonë, me aq sa mundësi unë kam, do me thënë nëpërmjet influencës këtij kanali, do ta flas gjithmonë, do ta komentoj gjithmonë dhe do ta ngrej zërin për Bleona Matën, se duke e lënë në hares, duke mos e komentuar, duke mos e përfolur, ju ribëjmë vend edhe një herë atyre njerëzve të cilët dëshironin që ta dëmtojnë edhe ta lëndojnë Bleona Matën dhe ta shkatrojnë familjen dhe jetën e saj. Tani, pyetja më e madhe është kjo, a është shitur Bleona? Nga e gjithë historia që unë po e shoh, unë po e them me zë të lartë që po, Bleona është shitur dhe dikush i ka marrë ato para. Ato para janë diku. Po ku dyshohet që janë ato para më së shumti, mua më vjen shumë keq që po e them, janë tek peshqja e cila e ka adresuar Bleonën deri tek mali në të cilin kanë kërkuar që Bleona Mata të vendoset. Do të thënë Bleona Matën ta çojnë, Bleona Mata të shkon. Unë kam bërë një krahasim me inteligjencën artificiale për t'ju sjellë edhe juve se si duket fytyra e Bleona Matës sot, do me thënë pas 16 vitesh, si duket ajo fytyrë bazuar në të vetmen fotografi që ekziston në rrjetet sociale, Bleona me flokët të kapura në të dy anët e kokës, e bërë si një pip, si duket Bleona sot. Do me thënë fotografia të cilën ju po e shikoni, gjatë kohës që unë po e komentoj, do me thënë është pamja që inteligjenca artificiale na e ka dhënë, se si mund të jetë pamja e Bleona Matës sot në këtë ditë, do me thënë, si mund të ngjasoj ajo, si mund të duket ajo, çfarë pamje mund të ketë. Do thënë, kjo është pamja bazuar në tiparet kur Bleona Mata ka qenë e vogël, bazuar në tiparet kur Bleona Mata ka qenë në moshën në të cilën, do me thënë, nëna e saj e ka takuar për herën e fundit. Që edhe njerëzit, do me thënë, kur të shohin një vajzë në rrugë, kur të takojnë dikë, le të mos ta takojnë gabimisht. Por unë them që ne nuk duhet bazohemi edhe tek veshja, sepse Bleona nuk mund ta ketë këtë veshje. Mund të jetë me një veshje më të thjeshtë, mund të jetë me një veshje më fëminore. Me thënë, gjithmonë duhet të mendojmë pak më gjerë, që të analizojmë, të parafërsohemi në këto fytyra që na jep inteligjenca, sepse inteligjenca artificiale ka dëshmuar që nuk di të gënjej, të paktën për të bërë krahasime të tilla dhe për të na adresuar në një farë mënyre deri në një pikë që ne le të themi të bimë në gjurmët e kësaj vajze, sepse unë jam në ndjesinë edhe në forcën e nënës së Bleona Matës, nga që po që se Bleona do kishte ndruar jetë, atëherë investigimet, shteti shqiptar, televizionet, gazetarët si Odeta Dume, Aida Shtino, që kanë patur një influencë të jashtëzakonshme në këtë rast, mendoj që do të kishin rënë në gjurmët për ta gjetur varin e saj dhe deri më sot vari Bleona Matës do të ishte zbulu, në qoftë se vajza do të kishte vdekur. Do me thënë, shteti do të jepte në vendin ku ajo do të varroseshte, me patjetër që ky lajm ka rënë në veshin e të gjithë botës, do të ishte ngritur vetë shteti në këmbë dhe do ta kishte treguar të vërtetën që kjo vajzë pushon në këtë vend. Por fatmirësisht, nëna e ndjen, zonja Bukurie e ndjen të vërtetën. Unë jam i bindur që ajo e di shumë bukur që vajzën e ka akoma gjallë, vajza e saj jeton diku, është e shitur në një familje, është poritet në një familje dhe për këtë jam shumë falenderues ndaj Zotit që po ndodh kjo gjëja. Do të thënë, gjithmonë informacionet deri më tani kanë ardhur që Bleona poritet diku, Bleona është diku. Andaj ne si shqiptar do të kisha apeluar edhe një herë të ngritemi në këmbë të protestojmë për këtë vajzë, sepse rasti i Bukuries është rasti i shumë nënave shqiptare që ndoshta kanë heqë dorë
ndjesia e tyre, ndoshta janë bindur me ato mendimet e familjarëve, të rrethit, të komshinjve që ai fëmijë ka ndruar jetë, ai fëmijë ka vdekur, ai fëmijë nuk është më në mesin ton dhe ato janë tërhequr nga kjo gjë dhe thjesht porin me ëndra dhe me mendime se kur një ditë, do me thënë, nëse Zoti do t'ju asjell fëmijën te dera e mirpresin. Por mua më pëlqen guximi, më pëlqen lufta që kjo nën po bën për Bleona dhe nuk dalon asnjëherë, andaj dhe ne të luftojmë dhe të jemi pranë kësaj zonje për ta kërkuar Bleonën. Unë do të kisha apeluar edhe tek organizatat jo qeveritare që do me thënë ta marrin këtë rastin në dorë edhe të ngrihen edhe në protesta, le të protestojmë për Bleona Matën, që të aktivizojmë edhe shtetin shqiptar, se kur do të aktivizohet shteti, kur do të aktivizohet spaku, çdo gjë ndryshon. Ndryshojnë gjërat, merren gjërat më në dorë, merren gjërat më vullnetarisht dhe më sinqerisht. Dhe atëherë ne mund të shkojmë deri në një pikë, deri në një linjë që ta gjejmë Bleona Matën. Edhe pse mua më duhet ta them, ta gjejmë sidoqoftë që të jetë, unë besoj që Bleona jeton, sepse besoj në ndjenjën e një nënës. Nuk mundet një nënë në asnjë mënyrë ta ketë mendimin e saj të gabuar për fëmijën e saj, për evladin e saj, për qenien e saj të çmuar, sepse do të thënë kështu është mendimi. Nëna e ndjen fëmijën, nëna e di shumë bukur se në çfarë vend dhe ku e ka fëmijën. Por unë e di që Zoti, unë kam dhe një shpresë tjetër që Zoti do të bën mrekulli tek zonja Bukurie për gjitha këto vite që është duke e sprovuar, se kjo është edhe një farë formë sprove që e ka dëshmuar që është një nënë e mrekullueshme, që në çdo farë forme viti është duke e sprovuar, ai mund t'ia çojë edhe në ëndër destinacionin e vajzës së saj. Nuk i dihet, Zoti di të bëjë mrekulli. Por mbi të gjitha, unë apeloj që institucionet shqiptare ta marrin më në dorë rastin e Bleona Matës, ta marrin më në dorë këtë nënë dhe kjo histori ka një zgjidhje. Më besoni që kjo histori ka një zgjidhje kur duan që të bëhet kjo zgjidhje. Por fatkeqësisht, do me thënë, lëshimi i madh i institucioneve, lëshimi i madh i të vërtetës e ka bërë situatën që të jetë deri në këto grada, që të jetë deri në këto stade dhe në këto nivele. U përfol një herë që rasti do të ngjiteshte në SPAK, nuk kemi akoma asnjë lajm që rasti do me thënë ka mbërritur dhe është ngjitur në SPAK, por gjithsesi unë do kisha dashur që të gjithë ju dhe të gjithë ne në format tona të ndihmojmë zonjën Bukurie që Bleona të jetë në mesin e saj, sidoqoftë që të jetë ajo, nëna e kërkon, nëna e pranon, sidoqoftë që të jetë e vërteta, nëna dëshiron të di një rrugë, një destinacion të fëmijës së saj, qoftë edhe një herë ta takoj me të birin, ta takoj me jetën e saj. Andaj le të bëhemi të gjithë së bashku për të ndihmuar këtë nënë shqiptare dhe për t'i qëndruar pranë kësaj nëne. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ndajmë bashkarisht letrën e radhës, një letër që në të vërtetë është shumë e dhimbshme, një letër që është shumë e ndjerë dhe një letër që është tronditse. Këtë letër ma ka shkruar një nën e cila po kalon një vuajtje të madhe dhe një vuajtje të tmerrshme për djalin e saj. Ajo e ka humbur djalin, por nga vuajtja që ka kaluar, nga lotët që ka derdhur, nga trishtimi që ka kaluar, ajo nën po përjeton një krizë tjetër, një krizë të ëndrave. Dëgjojeni letrën deri në fund se çfarë thot kjo nën për djalin e saj. Më besoni që do të habiteni nga ajo që do të lexoni. Unë me thënë të drejtën nuk e besoja dot që gjërat mund të vinë në këtë formë. Ka disa dhimbje që nuk mund të shpjegohen në asnjë mënyrë me fjalë. Ka disa humbje që nuk i pranon në asnjë mënyrë zemra. Dhe ka një dhimbje që vetëm një nën me të vërtet mund ta kuptojë. Dhimbjen e humbjes së djalit të saj. Sot unë rrëfej historinë time me sytë e mbushur me lotë, nuk kërkoj mëshirë, nuk kërkoj që dikush ta largoj dhimbjen, unë vetëm dëshiroj të tregoj diçka
që mua në të vërtet më ndodhi një natë dhe të mos t'ju ndodh në nave të tjera. Diçka që mua më la pa fjalë. Një ëndër që për të nuk ishte thjesht një ëndër. Sepse në atë ëndër, unë e pash djalin tim. Djalin që unë kam humbur, djalin që ende më kërkon çdo ditë. Djalin që zemra e saj dhe zemra ime si nën nuk e pranonte kur që Talia që i mbirë të më ikte. Biri im, kështu do ta nis rrëfimin. Që kur ti ike nga kjo botë, unë nuk jam më ajo që isha. Njerëzit më shohin çdo ditë. Më shohin duke ecur, më shohin duke folur. Ndonjëherë, e them ndonjëherë, më shohin edhe duke buzëqeshur. Dhe ndoshta në thelb mendojnë se unë jam vërtet shumë mirë. Por askush nuk e di se çfarë ndodh brenda zemrës të një nëne që e ka humbur fëmijën. Askush nuk e di sa herë në ditë unë ty të kërkoj me sy. Sa herë unë e pres që ta dëgjoj zërin tënd. Sa herë më duket sikur dëgjoj hapat e tu nëpër korridore. Sa herë kthehem nga dera duke menduar se ndoshta ti do të hysh në atë shtëpi. Edhe ti nuk vjen. Vetëm heshtja në këtë mes mua më përgjigjet. Ditët pas largimit tënd ishin ditët më të vështira të jetës time. Shtëpia ishte kuptim plot. Çdo cep i saj fliste për ty. Fotografi, rroba, sende të vogla që dikur ti i përdorje. Disa karige ku ti ishe ulur. Një dhomë ku dëgjohej zëri jot. Gjithçka ishte aty, por në thelb vetëm ti mungoje. Edhe kjo ishte ajo që mua më vriste më së shumti. Dhe unë nuk dija ku ta kërkoja të vërtetën. Të kërkoja në shtëpi, të kërkoja në fotografit të tuat, të kërkoja në kujtime, të kërkoja në ëndra, dhe çdo natë para se të mbyllja syt i lutesha Zotit madh, o Zot, nëse nuk mund ta ke më pranë meje ti mbir, të paktën ma sill një herë në ëndër. Dua vetëm të të shoh, dua vetëm të dëgjoj zërin, dua vetëm të të përqafoj edhe një herë. Dhe një natë ndodhi ajo gjë që unë e kisha pritur shumë gjatë. Unë rash në gjumë me syt plot me lot. Dhe në ëndër e pash, ishte ai, djali im. Qëndronte përballë meje, unë e njoha më një herë. Nuk kisha nevojë që t'ia shihja fytyrën gjatë. Një nënë e njeh fëmijën e saj edhe në mijëra botra të tjera. Unë e thira birë dhe ai vrapoi drejt meje. Donte të më përqafonte, donte të më mbante fort, donte të më thoshte gjithçka që kishte mbetur pa thënë. Por lotët nuk e lejuan që të fliste. Unë vetëm qaja dhe shikoja. Pastaj i thash, pse ike birim? Pse më le vetëm? A nuk e dije se nuk mundesha do të jetoj pa ty? A nuk e dije se zemra e nënës nuk mësohet kur me mungesën e fëmijës? Djali më shikoi në sy, ishte shumë i qetë.
nuk duke i zemëruar, nuk duke i trishtuar, vetëm i qetë, dhe pastaj ai më foli me një zë që unë personalisht nuk do të haroj kur. Më tha, mos qaj më nën. Unë heshta dhe ai vazhdoi. Më lër të qetë këtu ku unë jam. Unë u zgjova me njëherë, më rihte zemra fort. Me fytyrën të lagur në lot, për disa sekonda nuk e kuptova se ku ishte. Shkova përreth e kërkova, i thira, birë, por askush nuk mu përgjigj. Unë e kuptova se isha zgjuar, edhe ai nuk ishte më aty. Por në thelb diçka kishte ndryshuar, sepse për herë të parë, pas shumë kohësh, unë ndjeva si kur djali im kishte ardhur për të më dhënë një mesazh. Një mesazh që nuk e kisha kërkuar, por që ndoshta kisha nevojë ta dëgjoja. Mos qaj më, nën, 4 fjalë, vetëm 4 fjalë. Për ato fjalë ishin një botë e madhe për djalin tim. Birë, unë nuk e di nëse mund të mos qaj. Ndoshta do të qaj edhe shumë herë, do të qaj kur të më merr malli, do të qaj në ditëlindjen tënde, do të qaj në festat familjare, do të qaj kur të shoh moshatarët e tu duke kaluar në rrugë. Do të qaj kur të dëgjoj një këngë që më kujton ty. Do të qaj kur ndikush të përmend emrin. Po do mundohem të mos qaj nga dëshprimi. Sepse ti nuk je më këtu fizikisht, por je ende në çdo rrahje të zemrës sime. Mos i rëndoni fëmijët tuaj.